Ja pra të dashur miq, ku vazhdojmë këtë herë për të folur për Eglitakon, e cila është kthyer në qendër të vëmendjes. Eglitako ka rikthyer një herë vëmendjen e publikut me një paraqitje që kombinon profesionalizëm me finesë, duke ndarë disa momente ekskluzive nga prapaskenat e projektit të saj më të ri televiziv Yes Day. Moderatoria e njohur, e cila prej kohësh ka fituar zemrat e publikut me karizmin e saj dhe stilin unik, këtë herë ka ardhur në një imazh krejtësisht të veçantë që reflekton një energji të re dhe një qëndrim të fortë femëror në ekran. Në fotografi që e ka publikuar në rrjetet sociale, Egli shfaqet me një kostum oversize në ngjyrë të errët, një zgjedhje që jep një pamje moderne por edhe autoritare. Kombinimi me bizhuterinë elegante ngrit më lart estetikën e saj, duke e vendosur në balancën e përsosur mes thjeshtësisë dhe luksit. Pamja përmban një harmoni të dukshme midis linjave klasike të veshjes dhe qëndrimit të saj plot vetbesim, çka e bën Eglin të duket jo vetëm një figurë televizive, por edhe si një ikon e vërtet stili. Grimi realizuar me shumë kujdes, me tone neutrale dhe në theks në sytë e saj të shprehshëm, i jep një ndjesi natyrale dhe njëkohësisht tepër tërheqëse, ndërsa flokët e mbledhura lart i japin elegancë dhe lejojnë që çdo detaj i mimikës së saj të spikas në mënyrë të përsosur. Kjo zgjedhje tregon qartë se çdo element i paraqitjes është menduar deri në detaj, nga dritat e kompozimi fotografisë e deri te mënyra se si ajo qëndron përpara kamerës, duke reflektuar një profesionalizëm të admirueshëm. Sipas postimit të saj, këto imazhe janë realizuar gjatë përgatitjeve të prapaskenës të emisionit Yes Day, një format që Egli po e sjell për herë të parë në ekran si moderatore kryesore. Projekti pritet të jetë një frymëmarrje e re e televizionit shqiptar me një qasje pozitive dhe dinamike, që ka në qendër njerëzit, emocionet dhe përjetimet e përditshme që shpesh na kalojnë pa u vënë re. Yes Day synon të sjellë një atmosferë optimiste, ku energjia dhe e qeshura dhe momentet e bukura janë fokusi kryesor në jetë. Me këtë paraqitje, Eglitako dëshmon edhe një herë se ditë komunikoj me publikun jo vetëm përmes fjalëve, por edhe përmes imazhit. Çdo detaj i saj, që nga zgjedhja e veshjes e deri te mënyra se si qëndron përballë kamerës, tregon një profesionalitet të formuar, një grua që e njeh mirë veten, profesionin dhe publikun e saj. Ajo nuk është thjesht një moderatore e re në ngritje, por një figurë që po ndërton me kujdes elegancë markën e saj personale në media. Në një kohë kur televizionet po kërkojnë forma të reja komunikimi dhe energji të freskët, Eglitako përfaqëson pikërisht atë frymë bashkëkohore që ndërthur inteligjencën, bukurinë dhe natyrshmërinë. Me Yes Day ajo premton të sjellë diçka ndryshe, një hap përpara në mënyrën se si e shohim dhe përjetojmë programin televiziv. Në fund, kjo paraqitje nuk është thjesht një sesion fotografik, por një deklaratë e qartë e asaj që Egli përfaqëson. Është forcë, është stil, është profesionalizëm dhe një energji që frymëzon. Ajo e provon që suksesi nuk është vetëm në ekran, por edhe në mënyrën se si do ta përfaqëson veten, me klasë, me përkushtim dhe me shumë dashuri për atë që bën. Egli ka nisur ditën e sotme me shumë pozitivitet, ajo përpos emisionit Yes Day që punon me një intensitet shumë të lartë dhe që çdo të diel vjen në formën më të bukur të mundshëm. Ditën e sotme Egli e ka nisur edhe duke punuar rreth projektit të saj muzikor të ri, që do ta sjellën edhe këtë projekt si bashkëpunim. Egli javë më parë postoi vetëm një fotografi në Instagram, teksa tregohej që po montohej në fakt videoklipi i ri, domethënë një balad dashurie, një emocion dashurie, një energji e bukur e dashurisë, por siç duket në anën tjetër, Eglitako po i bën të dyja paralel, do me thënë në të dy vëndet është duke punuar paralel. Dhe kjo është suksesi dhe arritja e një femre e cila nuk ndalon kur së punuari. Ne do takojmë sërish së bashku, dua të marr mendimin tuaj.